Një bank i nivelit të dytë në një nga zonat më të populluara të Tiranës në afërsi të Ish-Parkut ka rënë prej një grabitjeje me armë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:15 minuta, në momentin që autori Barzyl Fusha nga Gramshi futet në ambientet e brendshme të bankës me një çantë në krah. Sapo hyn ai nxjerr nga çanta armën e zjarrit tip Kalashnikov dhe qellon një herë në dyshemen e bankës. Fill pas këtij momenti afrohet tek arka dhe arrin të marrë rreth 20 milion lekë të vjetra. Ka qenë një qytetar që ka lajmëruar me njëherë policinë dhe efektivet e komisariatit numër 2 brenda pak minutash kanë mbërritur në vend ngjarje. Sapo 58 vjeçari ka tentuar që të dalë nga banka, është kapur direkt nga policia bashkë me çantën brenda të cilës kishte futur armët dhe lekët e grabitura. Pikërisht ky është momenti që efektivet arrestojnë autorin. Barzyl Fusha, i cili figuron se ka aktivitet në fushën e ndërtimit, në dëshminë e tij fillestare përpara hetuesve të policisë, ka thënë se është i zhytur në borxhe dhe nga presioni për të shlyer ato vendosi që të grabiste bankën.